Mbi pronën e Vakufit në Shkodër ka nisur ndërtimi i kullës Rozafa Tower, reagon KMSH. Komuniteti musliman i Shqipërisë shpreh indenjatën dhe shqetësimin e thellë për faktin se pavarësisht vendimeve të formës së prerë të gjykatave shqiptare mbi një pronë Vakuf në qytetin e Shkodrës, ka nisur ndërtimi i kullës Rozafa Tower. Ky veprim përbën një shkelje të hapur të ligjit, një cenim të drejtës së pronësisë dhe një akt mos respektimi ndaj institucioneve fetare dhe trashëgimisë Vakuf. Prej më shumë se 3 dekadash, kjo pronë ka qenë objekt i një kavlari të gjatë gjyqësor dhe administrativ. Në vitin 1996, me vendim numër 1586 të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Shkodër, prona është njohur në favor të KMSH-s me të drejtë parablerje të objekte të ndërtuar mbi pronën Vakuf. Në vijim gjykata kushtetuese në vitin 1999 dhe gjykata e lartë me vendim numër 00/2014-316 të datës 24/04/2014 konfirmuan përfundimisht të drejtën e pronësisë mbi këtë rruall në favor të pronarëve legjitim, Komuniteti Musliman të Shqipërisë, Kishës Ortodokse dhe familjes Laçej. Megjithatë, pavarësisht këtyre vendimeve, institucionet shtetërore, përfshirë Ministrinë e Financave, Ministrinë e Kulturës, Ekonomisë dhe Inovacionit, Zyrën e Pronëmbarimit Shkodër dhe Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Dega Shkodër, nuk kanë zbatuar detyrimet e tyre ligjore, duke lejuar ndërhyrjet e palegjshme mbi pronën dhe duke i hapur rrugën ndërtimit në kundërshtim me çdo akt gjyqësor. Komuniteti Musliman i Shqipërisë thekson se moszbatimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë përbën shkelje të rënd ligjore dhe vepër penale që minon parimet themelore të shtetit dhe së drejtës dhe dëmton besimin e qytetarëve tek institucionet. Në këtë situatë, Komuniteti Musliman i Shqipërisë kërkon ndërhyrjen e menjëhershme të institucioneve shtetërore për zbatimin e plotë të vendimeve gjyqësore që njohin pronësinë e lehtëshme, ndërprerjen e çdo veprimi ndërtimor mbi pronën Vakuf dhe hetimin e përgjegjësive të zyrtarëve që kanë shpërdorur detyrën. Sigurojmë të gjithë besimtarët se komuniteti musliman mbetet i vendosur të vijojë me të gjitha mjetet ligjore mbrojtjen e pronës Vakuf. Nëse kjo e drejtë vijon të cenohet, KMSH do ta ndjekë çështjen deri në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit në Strasburg për të kërkuar zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe dëmshpërblimin për shkeljet e përsëritura.